A na përgjigjesh një pyetje për kamera, kështë e pritu? Ngëm. Cila është zbritja më e çmendur ndonjëherë që e ke pasë keni për Black Friday? Për këtë vit. Për këtë vit ose këtë viteve kështu? Që të ka ndodhë me thonë e kum ble qëto, e ka pas qitë çmim, e kum ble 500 euro ma lira, nejse. Okej, lidhje me një çantë. Për këtë vit po. Okej, çfarë çmimi e ka pas çanta? E ka pas diku 45 dhe e pash me 10 euro. Do të tukuan diçka. 35 euro ma lirë. A edhin për mu cila është më e çmendur? Qëre që ja Aldent X, apo shë? Veç sëd, i ka krejt shërbimet, rregullimi i dhëmbit, mbushje dhëmbit, parandalimi dhimbje, zbardhimi dhëmbit, veç 1 euro. Para me 1 euro? Po, so pagun ti për zbardhim? Rreth 100 euro. Kushton do me thonë, sëd i ka 1 euro. Kështu që ta rekomandoj nëse e ki... Faleminderit shumë. Hajde, kalofsh mirë, hajde tashti të këshyrom që shja kanë shti lapsin që ta... me qitë zbritje, do me thonë absolutisht e pa dëgjume ma herët për mu. Që kemi? Si e? A është një kosh ju jeni të prit për... Nice, 1 euro ishtë sëtë, se di adine. Për krejt shërbimet. A është një kosh mëre këtu që mënët me na fojnë? Që ko kanë të ja zbardhu dikojna. Që kemi? Si jeni 1 euro i kishi krejt sëtë. Krejt shërbim. Përshëndetje. Si e? Përshëndetje, a je mirë? Postimin e, jo jeni, do me thonë, dentiste këtu, jeni, ordinonca është e juve që? Po, jam edhe pronare dhe dentiste njëvësisht. Okej, na e pon postimin, do me thonë, mu shfaq në Instagram, veç 1 euro. E vërtetë. Zbritja ma e çmendur, definitivisht e nala dhe një qytetare në rrugë, e pyta cila është zbritja ma e çmendur që e ke dëgju ose ke një herë për Black Friday, ma boni ta e kum ble një çantë prej 45, so fabre, 10 euro. Mirë po qësi zbritje, për një me nuk kum dëgju. Do me thonë zbardhem i dhëmbëve, mbushje dhëmbit, qa pa tjetër? Pastrim, veç 1 euro. Po, veç 1 euro. Edhe më sarë me cek edhe ndalimi i dhimbjes dhëmbit, që është devitalizime. Okej, e qka të shtyti me bo këtë zbritje, ka që të madhe enorme, se gati si mjallon falë, veç sa me falë, me pagu Po, kemi dashtë mos mi ngushtu qatë shumë pacienta, atë paktën me thonë që po ndihmojnë edhe ata në këtë aspekt. Me të regu drejt burim, unë kom qenë gjithmonë e frustrume, se ka pas rase kur kom prit Black Friday 1 vjetë mu liru diçka që kom dasht, edhe ka shkupi 23 euro, 22,99. Ashtë që manipulim. Po, e tash masim ka orë mundësia me bo diçka ma ndryshe, kom dasht pikrisht minimu pa komunitetit, se te ke fundit shkak i komunitetit të njëm këto ku jam, edhe për njerë që ma besojnë punën, është sukses për mu. Edhe kjo për Black Friday është diçka ma e pakta që më i me bone për sot. Okej, do me thonë, po shën njerëzit veç janë nisën me orë, kjo vlen për me pos qartë për njerëzit rëkson, veç sot vlen. Nuk vlen për njerëzit që vinë mas e shojnë këtë video nesër, mas nesër. Jo, fatkeqësisht kjo vlen veç për sot, po du me cek edhe diçka që na as një pacient sot s'kina me lonë pa shërbim. Edhe nëse na bjen me ne idejnë mes natë, që ato premtime që kina thonë, kina me realizu kismet. Qëtu kina me qëndru, dheri sa të kryna pacientin e fundit. E qëto shërbime që sot i kiti veç 1 euro, sa kushtojnë kështu në rrethana normale gjatë ditëve kur s'është Black Friday? Po, gjatë ditëve. Këto janë 4 shërbime që mas shumë të i kërkojnë pacientat. Për shembull, pastrimi kushton 40 euro. Zbardhimi është 120, mbushja 40 edhe devitalizimi kushton 60. E qëto tashti njerëzit që vinë sot, a marrin veç njonin për i qëtyne shërbimeve për 1 euro, a mujnë kërejt qëto shërbime me pagu ka 1 euro për se tjene? Normal që veç një pacient një shërbim, se po dojna me qenë korrekt ndaj pacientit tjetër që vjen. Adin mu munduna minimum jep shërbimin se cilit pacient. Për që ata vjen një pacient e ka një shërbim cilin do qaj vendosë. Ortopani është një fotografi më 2D ose 3D që e tregon komplet gjendjen e nofullave edhe dhëmbëve. Këna animon me diagnostifiku mas mirë të trajtimin që kena me jabu pacientit.
Okej, edhe kjo kushton 1 euro sot, a? Jo, kjo s'kushton një euro. Patjetërisht, a? A Patjetërisht. keni me bu një kushërtoponin që to për juve t'ja nxerri për 1 euro? A do t'a bëj ty? Ha? A do me nxjerrë ty? Po thua, a shkojna e këshyron, hajde? Okej, hajde. Kjo është pajisja, a? Po, që kjo është pajisja. Okej, Çfarë po. fal? Kjo pajisje do me thonë e bën edhe 2D edhe 3D. 3D është veç kur kena me shtu kock ose me shtu na një plan, du me pa gjerësinë e kockës, komplet ashtu, një imazh. Për ndryshe fotografimi thjesht na animon për me kry shumë funksione tjera. Okej. Na jena aktiv në çdo rrjet social, si në Facebook, TikTok, në Instagram, kemi WhatsApp, Viber. Aldent, a? Aldentix. Okej. Aldentix. Okej. Edhe me emrin e njëjtë mundë me mu gjetë në Instagram, Facebook, edhe aty e kemi edhe numrin kontaktus, që është 048 639 639.